përgjithësi. Janë dy delikate, dy finale të mëdha. Shpresoj që finalja e parë sigurisht që është finalja më e rëndësishme, sepse është ajo që ndoshta larton edhe imazhin tonë për finalen kryesore. Futbollistëve thamë në dhanë maksimumin e tyre, në bë përgatitjen e duhur në ana profesionale, me jetu çdo moment me këto dy finale, edhe në fund krejt kur t'japin maksimumin, mendoj edhe me energjetin e tyre kanë me kenë edhe më çlirum, sepse kur jep maksimumin dhe nuk e çanëllon më, besoj që kjo është e mjaftueshme. Unë mendoj që nëse japin maksimumin, dhe nëse bëhen skuadër dhe luftojnë sikur më parë, besoj që kanë kënë vllazëri. Rudi beson? Më që besoj, si mos besosh, mandana është besimi është çdo gjë. Në jetë po nuk besove që je i Zotit, edhe i ke kapacitetet, ndoshta edhe kundërshtari më të fortë një ditë të vetme për me mujt, me fitu, pse jo, sepse një ndeshje një ditë është, dita dila është një ditë, pas asaj dite vjen një finalja tjetër, pra 2 ditë vllaznia duhet me jetu për këto 2 ditë sikur më parë. Faleminderit.